Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Marko Đurić ndodhet në Antalya ku po merr pjesë në forumin diplomatik të Antalyas, siç thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Gjatë qëndrimit të tij në Turqi, Đurić do të merr pjesë edhe në takimin e tretë ministror të platformës së paqes në Ballkan dhe me atë rast do të bisedojë me partner rajonal dhe ndërkombëtar rreth përmirësimit të bashkëpunimit dhe ruajtjes së stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Në kuadër të këtyre ngjarjeve, kreu i diplomacisë së Serbisë ka disa takime dypalshe. Forumi diplomatik i Antalyas mbahet në patronazhin e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Kryeministri i Serbisë Gjuro Macu deklaroi në forumin diplomatik të Antalyas se mekanizmat e qeverisjes globale kanë një rol të pazamendësueshëm, por se bashkëpunimi rajonal po bëhet gjithnjë më i rëndësishëm në kushtet e pasigurisë globale në rritje. Mekanizmat global kanë një rol të pazamendësueshëm dhe duhet të bazohen në rregullat universale të përcaktuara qartë dhe në respektimin e tyre të vazhdueshëm. Tha Macut në panelin e liderëve dhe kësaj se është e rëndësishme që aktorët në nivel rajonal të bëjnë përpjekje maksimale për të përmirësuar bashkëpunimin për të cilin Serbia, siç theksoi ai, është e përkushtuar fuqimisht. Analisti politik Luzim Peci beson se i dërguari i posaçëm Peter Sorensen potencialisht po punon për organizimin e një takimi midis presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti gjatë majit. Peci vlerësoi se rrethana ndërkombëtare kanë filluar të lëvizin në një drejtim të mirë për Kosovën dhe në një drejtim të keq për Serbinë, e cila sipas tij është në presion të madh nga perëndimi për shkak të çështjeve të brendshme si dhe marrëdhënieve me Rusinë dhe Kinën. Pozicioni i Kosovës po përmirësohet dhe ne duhet të nxjerrim maksimumin prej saj, tha Peci. Kryetari dhe deputeti i Partisë Demokratike Popullore të Malit të Zi, Milan Knežević, tha se partia e tij do të nisë një iniciativë për tërheqjen e vendimit të Malit të Zi për njohjen e Kosovës. Knežević njoftoi se me 10 maj do të organizojë një tubim të madh ku do të kërkojë mbështetjen e autoriteteve dhe aktivistëve të partisë për këtë iniciativë. Ai deklaroi se në seancën e kryesisë së partisë morën mbështetje të plotë për të filluar së bashku me nënkryetaret, klubet parlamentare dhe të këshilltarëve një fushat për tërheqjen e atij vendimi. Në rendin e ditës së seancës së sotme të Kuvendit të Kosovës është vendimi për dërgimin e pjesëtarëve të forcave të sigurisë së Kosovës në forcat ndërkombëtare të stabilizimit në Gaza. Seanca filloi me një diskutim mbi amendamentin e rendit të ditës, i cili përfshinte projektligjin për energjinë si çështje urgjente. Opozita refuzoi të diskutonte aktin pa përgatitje paraprake, ndërsa ministra kompetente Artana Rizvanoli pretendon se ligji ka qenë gati qyshe nga viti 2024, gjë që shkaktoi polemika. Kosova duhet të ndërmarrë gjithsej 111 hapa reformash për të përdorur shumën e plotë të ndarë nga plani i rritjes së Bashkisë Evropiane prej një totali prej 882 milion eurosh. Kosova ka afat deri në fund të qershorit me 13 reforma, ndërsa dhjetori është afati i fundit për 27 hapa të tjerë. Burimet financiare nga plani i rritjes janë të kufizuara në kohë dhe të gjitha reformat duhet të përfundojnë deri në vitin 2027, kujton Gazeta Express. Kosova ishte ndër të parët që paraqiti agjendën e reformave, por fondet janë vënuar kryesisht për shkak të bllokimit politik që zgjati gjatë gjithë vitit të kaluar. Avokati Dragan Pashish beson se trupi gjykues në Hag në procedurat kundër 4 udhëheqësve të UÇK-s do të përfshijë në prova materiale të reja të paraqitura pas fjalëve përfundimtare dhe se kjo do të ndikojë në formimin e mendimit mbi fajësinë e të akuzuarve. Megjithatë, ai nuk pret që afati për dënim të tejkalohet për shkak të kësaj. Amer Ali, avokati nga Fondi për të Drejtën Humanitare, është një mendimi të ngjashëm, i cili beson se nuk do të ketë shtyrje të vendimit, por vëren se mbrojtja u ankua për publikimin e provave të reja pas përfundimit të gjyqit.
Moti nesër do të jetë kryesisht me diell dhe i ngrohtë me vranësira të pakta ose mesatare dhe moti ngjajshëm pritet edhe gjatë dielës. Vranësira me shi dhe rreshtje shiu nga hëna, ndërsa në rënje lehtë e temperaturës pritet të martën. Temperatura e mëngjesit do të jetë nga 5 deri në 10, kurse ajo maksimale ditore nga 20 deri në 23 gradë Celsius.